Nuk duam ne turizm elitar, se turizmi elitar nuk është për ne. Se turizmi elitar është për ata që kanë shumë lek. Dhe ne nuk shkojmë dot të kemi akses në këto rezorte. E kundërta është e vërtet. Ne na duhet sa më shumë turizm elitar, sepse çdo lek që vjen është gati 2 fishi. Për çdo lek që vjen, për çdo euro që vjen, është gati 2 euro. Ajo që futet në ekonominë e komunitetit dhe të vendit. Sepse ata që vinë në këto zhvillime vinë me shumë para dhe sjellin pak trafik, sjellin pak mbetje, sjellin pak stres të përgjithshëm. Turizmi i masës ka qenë i shkëlqyer sepse është bërë ambasadori i jashtëzakonshëm i Shqipërisë që sot flitet në të gjitha gjuhët e botës. Por Shqipëria nuk mund të mbetet me turizmin e masës. Dhe Shqipëria nuk mund të mbetet mbrapa as Greqisë, e jo më Malizit dhe tjerëve, dhe Shqipëria nuk është e thirrur të shpiki rrotën, por Shqipëria është e thirrur vetëm që të hapi portën. Shqipëria është vendi që ka disa bekime. Bekime që i detyrohen të parëve tanë. I detyrohet të parëve tanë bekimi i mikpritjes, i besës, i shtëpisë shqiptarit që është e Zotit dhe e mikut. Cili është djalli që po tenton të hyjë në mes nesh? Cili është djalli që po provon që t'ju lërë fëmijëve tanë në kurris diçka nga e cila ne duhet i mbrojmë? Cili është djalli që po shfrytëzon një investim për një zhvillim turistik, për të shpërndar një djallëzi të madhe, sa e gënjeshtërt, aq edhe çuditërisht e thithur nga ata që duan të gjejnë rrugë për urrëtitjen. Ç'lidhje ka Izraeli me investimin atje në Zvërnec? Ç'lidhje ka marrëdhënia me shtetin e Izraelit në një investim ku 2 investitorët kryesor janë 2 musliman, 2 vëllezër bashkëpronar të njërës prej kompanive më të mëdha të lindjes mesme. Nga Katari, që nuk ka asnjë marrëdhënie me Izraelin. Apo se dhëndri i presidentit të Shtetit Bashkuara është ebre. Po pastaj, kaq budallëj mund të bëhemi ne sa, më falni, po të hedhim përpjet ato që zgjidhet dhe t'i bëjmë kashillok dynjas, ndërkohë që ne jemi shumë të vegjël për të bërë kashillokje të tilla dhe duhet jemi mjaft të mençur që ne të na duan që të gjithë dhe me të gjithë ata që duhet, ne t'i kemi marrëdhëniet vllazërore, miqësore, strategjike. Taksirati i të qenit i madh është që duhet përballesh me të gjitha errat, me të gjitha stuhit, me të gjitha dallgët, me të gjitha pengesat, dhe ne jemi bërë shumë të mëdhenj, jemi bërë shumë të fortë, jemi bërë shumë të pathyeshëm për të na pranuar kështu siç jemi. Por përgjigjja jonë është ne jemi këta që jemi. Nuk kemi ndërmend të bëhemi ata që nuk i duhen dreqit. Ne jemi këtu për Shqipërinë dhe Shqipëria 2030-s do t'jetë në Bashkimin Evropian. Shqipëria 2030-s do t'jetë vendi për të cilin ne të gjithë do t'jemi krenar. Ju falenderoj shumë dhe mos e harroni asnjëherë. Jini ambicios, ëndrroni, guxoni, besoni dhe vazhdoni përpara, të gjithë së bashku, sepse është një popull i tërë që na ka zgjedhur për t'u udhëhequr, jo për të ndjekur mbrapa tjerët. Dhe ne do t'u udhëheqim. Faleminderit.